Tregohet se është shpikur një lloj makinerie e cila mund të shndërrojë çdo lloj metali në flori. Madje jo vetëm kaq, por mund të shndërrojë materien në çfarë të duash ti. Po, dhe duket se është realitet. Bile ky mister nuk mbaron këtu, sepse pikërisht në tetor të këtij viti, kjo makineri është prezantuar në Parlamentin italian. Dhe nuk është një legjend metropolitane, por diçka që vetë shkenca dhe shërbimet sekrete duan që ta hedhin poshtë si teori. Dhe tani po ju tregoj historinë më të çuditshme, ndonse kam treguar një pjesë të saj para disa kohësh të madhit shkencëtarit të madh Majorana, por sot dua që t'ju tregoj këtë sepse ne kemi thënë kohë më parë dhe sot merrin me mend shkon kjo makineri në parlament për të deklaruar publikisht që thonë që makineria ekziston. Pse na e mbani të fshehtë? Tani po ju tregoj këtë histori. Rini komoda aty ku gjendin, është vërtet shumë e bukur. Ettore Majorana ishte një shkencëtar italian, ishte ende i ri, por në hapat e para të tij ishte madhështor në vitet 900 parafërsisht. Ai në vitin 1938 u zhduk dhe nuk dihet se si u zhduk, sepse shumë njerëz thonë që ai hipi në një tren për të shkuar drejt Sicilisë dhe gjatë udhëtimit u zhduk. Disa thonë që u fut në tren por e vrau dikush. Disa të tjerë thonë që u hodh në det sapo kishte zbritur nga treni sepse hipi në tragjet për t'ikur nga ana tjetër, pra në Sicili. Askush nuk e di se çfarë ndodhi. Ka disa teori të tjera. Disa thonë që një grup i fshekt masonik e morën dhe e mbajtën të fshekt Majoranën. Dhe e mbajtën sepse u nevojitej, sepse ishte një nga shkencëtarët më të mëdhenj të atyre kohëra. Bire do t'i them, ndonse ju duket paradoksale, kemi thënë dhe para ca kohësh, që fal Majoranës, pra grimcave të Majoranës, u bazua edhe shkenca e sotme. Për shembull edhe Google-i, bile edhe Bill Gates me teoritë e tij dhe me investimet që ka bërë kohët e fundit. Bile Microsofti tani ka bërë dhe një lloj programi të quajtur grimcat e Majoranës. Tani, pse po e them këtë? Sepse Majorana mbahej në atë kohë si një nga shkencëtarët më të mëdhenj, por jo vetëm kaq, sepse ai ishte i bindur që ne kemi gabuar në shkencë. Bile thoshte vetëm nuk thoshte vetëm këtë, por ai thoshte njerëzimi ka gabuar. Nuk është kjo rruga e dur për të ikur drejt shkencës. Dhe do t'ju them se përse. Çfarë kishte zbuluar Majorana që ishte kaq e madhe? Dhe tani del sekreti i madh. Atëre, Majorana tregohet që ai përveç disa shpikjeve që kishte bërë atëre në atë kohë, kishte bërë dhe një shpikje shumë të çuditshme, të një makinerie të çuditshme. Mirë po ai të gjithën këtë e kishte vënë të shkruar në një ditarin e tij. Dhe ç'ndodhi? Pasi ai ishte zhdukur në vitin 1958, 20 vite më vonë, një zotëri që Rolando Pelizza, një inxhinier ky, u takua në një manastir me një prift të çuditshëm. Dhe te ky manastiri takohet me këtë priftin dhe ky prifti i thotë se, duke folur me këtë, me Pelizzën, i thotë se çfarë duhet në çfarë duhet të përqendrohej për të bërë një lloj makinerie, sepse ky ishte i adhurues, le të themi, ky Pelizza, Rolando Pelizza ishte adhurues i teknologjisë. Dhe kur e pyeti se kush ishte, pra ky prifti i tha që ishte Ettore Majorana, pra ishte ai shkencëtari. Dhe aty e mbanin nën kontroll disa, jo priftërinj, por disa kardinal, që ai thoshte që nuk dua të them emra dhe nuk dua të di me një fjalë më tej sepse nuk dua që të më zhdukin. Si përfundim, e zëm sikur nuk është kështu. Tani çudia çfarë është? Ky prifti, që e zëm se ishte Majorana, i dha një ditar, pra ditarin që kishte makinerin, dhe ja dha në dorë këtij Pelizzës dhe i tha ti merr këtë makinerin. Dhe ndërkohë e instruktoi, pra i dha mësime se si ai duhet të vazhdonte për ta bërë që kjo makineri të ishte perfekte. Sepse sipas tij ai e kishte ndërtuar këtë makineri, por ja kishin marrë shërbimet sekrete në atë kohë, po flasim nga vitet 1958. Si përfundim, ky Pelizza iku, sepse shkoi disa herë aty, meqense ishte në atë periudhë ishte aty, por rreth 3 muaj, shkoi disa herë, pra për 90 ditë, siç thot ai, dhe pastaj u kthye dhe vazhdoi jetën e tij. Kur vajti sërish që të takonte sërish, nuk ja treguan më. Pra nuk mundi të takonte më, i thanë që nuk ekziston ky emër, nuk ekziston as ky njeri që thua ti.
Pra e çuditshmja e kësaj historie nga Pelica është që unë tha nuk i shpika këto, tha, këto janë ato që më ka dhënë ky njeri. Megjithatë, Ettore Majorana i kishte thënë diçka shumë të çuditshme. I tha, këto që do t'jap unë, tha, pra çfarë do t'jap unë, mos i trego tani, tha. Absolutisht jo. Por tha, duhet i tregosh ta pas vitit 2000. Sepse ashtu janë punët. Dhe ky, sipas gjasave, nuk i tregoi. Dhe çuditërisht aty nga viti 2010-2013, ja dha një avokati, dhe duke folur me këtë avokat, ishte avokat gazetar, dhe ky i publikoi këto. Në momentin që i publikoi, u dyndën shërbimet sekrete, u dyndën policia, u dyndën njerëz. Çfarë ndodhi? Çfarë kishte ndodhur? Pra e zëm sikur nuk ishte e vërtet, pse duhet të dyndeshin të gjithë? Si përfundim, ky bëri që kjo makineri ta ndërtonte një tjetër, një Oscar, nuk më kujtohet emri, një djalë i ri që ishte inxhinier elektronik dhe inxhinier mekanik. Dhe ky e ndërtoi, sipas gjasave, makinerinë e Majoranës në mënyrë perfekte. Bile tregohet që kjo makineri, në sintezë çfarë është kjo makineri? Si përfundim ja morën makinerinë, shkuan shërbime sekrete dhe ja morën. Këto janë ato që tregohet pra. Dhe me ditarët dhe fotokopjet që bën me studimin e tjerë pjesë të makinerisë që i regjistruan, pra me telekamerë i filmuan të pjesëve dal nga dal vite me radhë, kjo shkuan në parlament tani në tetor për të folur pikërisht për ta thënë publikisht. Dhe tregohet që jo, nuk është, janë pallavra këto, thot dikush. Me fjalë, këto nuk janë gjëra shkencore, thot dikush tjetër. Megjithatë, dua të tregoj diçka. Pse shërbimet sekrete duhet ja u merrin nëse kjo nuk ishte e vërtetë? Një. Dhe tjetra, pse duhet të përqendroheshin kaq shumë në një shpikje nëse kjo shpikje ishte banale? Për çfarë arsye? Dhe tjetra, do t'ju them tani se çfarë është në gjendje kjo makineri sipas gjasave dhe sipas studiuesve. Kjo makineri është në gjendje që transformoi çdo lloj metali në flori, ose çdo lloj objekti në çfarë të duash ti. Bile është ajo që mund të kthej materien në materien oskura, me fjalë të zezë, ose në ajër, ose anasjelltas. Për shembull, me këtë makineri, nëse ti ke dy objekte, një këtu dhe një tjetër pas këtij objekti, ti e rregullon makinerinë që mos të godasi këtu, por të godasi objektin mbrapa. Dhe këtu, nëse ky është njeri, ky objekt këtu nuk e dëmton, absolutisht jo. Por shkon tek objektivi tjetër dhe bën atë që ti ke programuar. Nëse do ta dizintegroj, pra ta shfarosi, ta zhduk atë njeriu pas, jo këtë që është përpara. Dhe kjo është ajo antimateria, e quajtur antimateria. Dhe tregohet që kjo makineri është në gjendje të bëj çfarë të duash ti. Dhe sipas gjasave, në bazë të disa shkencëtarëve, është e realizueshme, sepse ata që e kanë lexuar të gjitha këto tekstet e atija, para të këtij Majoranës, tregojnë që është e realizueshme. Dhe si përfundim, këta thonë që nuk duhet që kjo makineri të vihet në qarkullim, sepse mund të zhduk edhe tërë racën njerëzore. Nuk është një shaka, bile kemi dëgjuar që edhe në CERN kanë bërë disa teste, por Majorana tregohet që e kishte gjetur kohë më përpara këtë gjë, pra antimaterien. Megjithatë, unë doja t'ja u tregoja sepse ky është një eveniment vërtet madhështor që të prezantohet ose të shkojnë një grup studiuesish në parlament për të folur për makinën e Majoranës. Majorana ka qenë një nga shkencëtarët më të mëdhenj dhe vazhdon të jetë ende sot, ku shumë shkencëtarë të sotëm ngjyejnë nga studimet e tij dhe nga gjeniu që ishte ai. Megjithatë, pres komentet tuaja sepse padyshim mes nesh ka edhe njerëz të informuar, kështu do t'ju lutesha të komentoni. Faleminderit.